Përket kësaj teme, ne do të kemi edhe tema të tjera cilat do t'i diskutojme, që kryetema e javës së kaluar kanë qenë subvencionet apo ndarja prej 100 eurosh për studentët, për pensionistët, po ashtu edhe për punëtorët e sektorit jo publik në bazë të disa kritereve pa tjetër këtu. Dhe kjo ndarje është diskutuar shumë. Ka pasur po ashtu edhe emisione në Koavizion, ku kemi sjellë edhe mendimet e qytetarëve, por në anën tjetër flasim dhe shohim se çka mendojnë studentët për këtë ndarje prej 100 eurosh dhe detajet e tjera do të na i sjellë Fationa tash në këto momente. Mirëmëngjesi Fationa. Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koavizionit. Do thot vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare, kryeministri apo qeveria në detyrë ka marrë vendim për ndarjen e 100 euro, do thot për studentët, për fëmijët, për pensionistët dhe po ashtu edhe për disa punëtorë, do thot të sektorit privat. Kryeministri në detyrë ka deklaruar se kjo ndarje vjen si pasojë e përballjes me inflacionin dhe po ashtu edhe mbështetje për qytetarët. Krahas kësaj, qeveria në detyrë ka miratuar edhe rritjen e shtesave për lehonat, si dhe ndarjen e mjeteve për familjet në nevojë. Ndërkohë studentët i përfitojnë këto 100 euro për herë të tretë me radhë, do thotë gjatë kësaj qeverie, dhe për ndikimin dhe po ashtu edhe për mbështetjen do t'i flasim të gjitha këto me studentin e vitit të 4 të Fakultetit të Mjekësisë, drejtimi mjekësie e përgjithshme, dhe po ashtu ai është një herët edhe kryetari i Këshillit Studentor në Fakultetin e Mjekësisë, Denis Bajramaj, të cilin tashmë kam këtu pranë meje. Denis, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që je këtu me ne. Faleminderit për ftesën. A na tregon fillimisht se çysh ndikon do thotë këto 100 euro, si vlerësoni ju personalisht si student? Çdo ndihmë që ofrohet studentëve në aspektin monetar dhe financiar është mirëseardhur për neve si student dhe mi pritet nga pothuajse gjithë studentët. Ndonë se mund të kemi paknaci ose është për kritikë mënyra se si distribuohen financat publike dhe vendimet tilla janë të duhura, mendoj se janë të nevojshme për shkak se gjendja me inflacionin dhe krizat botërore të cilat kanë ndikuar edhe në ngritjen e kostos së jetesës, kanë ndikuar gjithashtu edhe në shtrejtimin e jetës, e posaçërisht të studentët, sepse siç e dim janë një shtresë e shoqërisë mjaft të ndikuar, e cila shtresë e shoqërisë edhe është e kufizuar në atë se nuk mund të punojë për shkak të studimeve dhe gjithashtu financohen nga familjarët. Prandaj mendoj se ky vendim është i duhur edhe i rëndësishëm dhe për një periudhë të shkurtër kohore mund të përmirësojë gjendjen e studentëve. A na tregon pak sa ndihmë reale paraqet faktikisht kjo për studentët, duke marrë parasysh edhe pagesën e transportit, po ashtu edhe pagesën e konvikteve dhe mjeteve të ndryshme shkollore, të cilët studentët kanë nevojë që të i paguajnë, kanë nevojë për mjete financiare. Mbase më na tregu pak më shumë se marrë parasysh në bazë të asaj se sa harxhon një student në ditë, sa mundet me ndihmu, megjithse siç e the edhe ti është për një periudhë të shkurtër kohore. Prandaj nuk mendoj që qeveria ka marrë vendim për të zgjidhur problemin afatgjatë që kanë studentët, por mendoj që për një periudhë të shkurtër kohore prej rreth një muaji, studentët mund t'ju shërbej këto 100 euro për të mbuluar shpenzimet e tyre, por duke marrë parasysh pagesa konviktit dhe menzes për studentët të cilët kanë fatin të jetojnë aty, nuk është edhe aq e lartë, por këto do ju shërbejnë edhe për shpenzime tjera, si dim, shpenzimet e transportit, të librave, shpenzimet të ushqimit dhe shpenzime tjera të cilat mund t'i kenë studentët në përgjithësi shpenzimet të jetuarit, e posaçërisht për studentët që nuk e kanë fatin të jetojnë në konvikte dhe të ushqehen në mens, besoj që do jetë edhe më e rëndësishme edhe për ta. Denis, marrë parasysh do të thotë siç i përmenda edhe shpenzimet të ndryshme, mbase a mundemi me fol pak për sfidat më të mëdha ekonomike që përballet një student sot, edhe sa ka mbështetje faktikisht jo vetëm një muaj, por gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë studimeve, sa ka mbështetje financiare? Unë rezervohem të flas vetëm për studentët e Fakultetit Mjekësisë, prej fakultetit të cilët vi edhe studentët të cilët i përfaqësoj.
siç e dim, koha që kanë studentë fakultetit mjekësisë është mjaft e reduktuar për shkak të kompleksitetit të studimeve, për shkak të orarit të gjatë të ligjëratave dhe ushtrimeve dhe për shkak se duhet një kohë më intensive për të përgatitur për provimet. Prandaj studentët e fakultetit mjekësisë nuk mund të punojnë dhe të ardhurat e vetme që mund t'i kenë janë nga familjarët. Prandaj është më ndihshme se studentët e fakulteteve dhe drejtimeve të tjera, qoftë Universiteti i Prishtinës apo të kolegjeve private, dhe mendoj se çfarë do ndihme që vjen nga institucionet është më së rëndësishme për studentët e fakultetit mjekësisë. Ajo që mund të themi është se sistemi i bursave është prezent edhe të fakulteti i mjekësisë, të studentëve të fakultetit mjekësisë. Qeveria për studentë elitar financon nga 1000 euro në vit, pastaj universiteti nga 750 euro në vit. Me vendim të ri është rritur nga 720 në 750 euro dhe komunat specifike donatojnë studentët përkatësisht i financojnë ata varësisht studenti nga cila komunë vjen edhe shuma është e ndryshme varësisht nga komuna. Por nuk janë të mjaftueshme. Mendoj se për studentët e fakultetit mjekësisë duhet të ketë një sistem të ndryshëm të bursave duke krahasuar me studentët e fakulteteve të tjera. Ne si Këshill Studentor kemi pasur edhe takime me përfaqësues të Asociacionit Komunave të Kosovës, ku kemi kërkuar një linjë të veçantë të bursave për studentët e fakultetit mjekësisë në vlerë prej 700 deri 1000 euro nga secila komunë, që do vlej për gjithë studentët e fakultetit mjekësisë, sepse siç e thash është edhe më ndihshme se studentët e drejtimeve tjera, përsaçërisht për studentë të fakultetit mjekësisë që vinë nga komuna e Prishtinës, për shkak se bursat janë mjaft të vogla, duke marrë parasysh edhe numrin e madh të studentëve. Do thotë ju po thoni që ka nevojë në fakt për një mbështetje më të madhe për politika afatgjata sa i përket të ngritjes së çmimit të bursave dhe po ashtu edhe mbështetje të tjera. Po, normalisht duke si shpecek edhe një herë, për shkak se studimet në fakultetin mjekësisë janë të shtrejta, librat janë të shtrejt, gjithashtu orari i gjatë të imponon shpenzime më të mëdha, orari i gjatë që duhet të mësosh në bibliotekë apo në shtëpi të imponojnë shpenzime shumë të mëdha. Prandaj ne këtu përmes kësaj interviste gjithashtu edhe një herë i kërkojmë Asociacionit Komunave të Kosovës që të pranoj kërkesën tonë për linjë të veçantë të bursave për studentët e fakultetit mjekësisë në vlerë prej 700 deri 1000 euro. Denis, duhet me përmendë se ky vendim është marrë pak para zgjedhjeve do të thotë dhe ka pasur reagime dhe diskutime të ndryshme sa i përket kësaj. Ju si student si e shihni? Normalisht vendime të tilla në një kohë të pragut të fushatës zgjedhore apo pragut të zgjedhjeve mund të perceptohen si vendime elektorale. Mendoj se është legjitime për secilën parti që qeverisë që të marrë vendimet që të nesërmen mund t'i sjellin vota. Por ajo se çfarë është shqetësuese është qoftë nga partia që është në pushtet, po edhe nga partitë opozitare nuk ka ndonjë plan konkret për studentët në përgjithësi e për studentët e fakultetit të mjekësisë në veçanti. Mendoj se debati do të orientohet në këtë drejtim se çfarë ato ofrojnë për universitetin dhe ne si përfaqësues studentëve si media duhet që të merremi me premtimet e tyre se çfarë ofrojnë për studentët e fakulteteve në përgjithësi dhe se ky vendim të mos shihet shumë tragjik edhe pse është marrë në prag të zgjedhjeve, me qenë se qëllimi besoj është ndihmesa e popullsisë dhe studentëve në veçanti. Denis, për të ndihmës prej 100 euro, rritjes së çmimit të transportit dhe po ashtu rritjes së madhe të çmimeve këtu në Kosovë, ka edhe studentë të tjerë të cilët mbase edhe punojnë gjatë studimeve, duke qenë se nuk munden me marrë do të thotë edhe para sa i përket familjes apo të financohen ndryshe. Apo më tregon pak për të ndihmës 100 euro dhe po ashtu menaxhimit të kohës së studentëve, cilat janë disa prej kërkesave që ju si studenti keni ndaj institucioneve shtetërore? Kërkesa specifike për trajt punës, ne si student fakultetit mjekësisë i kemi për atë se cili është fati jonë pas diplomimit, jo gjatë diplomimit, për shkak se edhe nëse ofrohet mundësi pune ne nuk mund të punojmë. Ajo se çfarë kemi kërkesë kryesore në aspekt financiar nga qeveria është pagesa e stazhit të detyrueshëm për studentët e fakultetit mjekësisë, ku siç e dim pas diplomimit për të marrë licencën studentët që diplomojnë nga fakulteti i mjekësisë duhet të bëjnë punë praktike për 6 muaj e cila nuk paguhet.
studimet e mjekësisë zgjasin shumë, pastaj duke shtu edhe këto 6 muaj të cilat nuk paguhet, mendoj që është e tepërt. Ne kemi bërë si Këshill Studentor një peticion në cilin kemi kërkuar pagesën e stazhit për studentët e Fakultetit të Mjekësisë, për drejtimin mjekësie e përgjithshme, farmaci, stomatologji, infermieri dhe fiziterapi, në vlerë prej 500 eurës, përkatësisht në vlerë të pagës minimale, që të paguhet për 6 muaj, por ende nuk kemi hasur në mirë kuptim nga ana e institucioneve të vendit, por ne do vazhdojmë edhe me në adresimin e kësaj kërkese, për shkak se mendojmë që është legjitime që këto 6 muaj të paguhen. Do thotë megjithatë sa i përket këtij stazhi që ju e bëni pas studimeve, kam pa që ka shumë ankesa, sepse faktikisht këto për 6 muaj radhëzi nuk paguhen asgjë. Jo, nuk paguhen asgjë. Studenti përkatësisht i diplomuar tani, doktori në ardhje, detyrohet që me shpenzime të veta të mbuloj këtë pjesë, është e kushtueshme për shkak se ai bën punë si një i punësuar, prandaj është e rëndësishme që ky stazh për 6 muaj të paguhet për shkak se 6 muaj nuk janë pak për një student, për një të ri që të punoj pa pagesë. Dhe është një ndër kërkesat dhe prioritetet të cilat ne kemi si Këshill Studentor që do t'i adresojmë përpara. Shpresoj që edhe në këtë pjesë të fushatës zgjedhore, cila do parti që do ta premtoj një gjë të tillë, mendoj se do ta ketë për krahun e studentëve. A mendoni se këto 100 euro sa do pak ndikojnë në motivimin e studentëve që të studiojnë këtu në Kosovë? Jo, unë ajo çfarë di nga student të fakulteti përkas, fakulteti të mjekësisë, ajo që do na motivoj neve është fillimisht pagesa e stazhit prej 500 euro në vlerë pagës minimale, ajo që do na motivoj neve është një treg i punës ku studenti e ka punën e detyruar për sa diplomon, sepse është përkeqardhje si një shtet nxjerr doktor, po i lën të papunë. Secili student i cili diplomon nga fakulteti i mjekësisë hyn në treg të hapur dhe nuk ka mundësi pune, i humbin nga 7 muaj, 1 vjet, disa edhe nga 2 vjet dhe nuk mund të punësohen. Prandaj ajo që do na motivoj neve që edhe të mos ikim në mërgim është që të kemi një punë të siguruar nga shteti përsa të diplomohemi në mënyrë automatike dhe pastaj nga puna në mënyrë automatike të përzgjedhim specializimin. Ajo që do na motivoj neve është një udhëzim administrativ shumë më i mirë sa ky i fundit i Ministrisë së Shëndetësisë në aspektin e specializimeve, ku ne si Këshill Studentor kemi pasur edhe një reagim zyrtar se sa në mënyrë skandaloze është bërë ky udhëzim administrativ, kur për 3 konkurse të fundit ndrohen 3 udhëzime administrative dhe nuk është serioze një shtet që vazhdimisht i ndroj kriteret për specializim, nuk është serioze që studentët i vendos përballë pabarazive, duke marrë parasysh se me udhëzimin e fundit administrativ puna po entohet si pikë, prandaj një student mesatar mund të barazohet një student elitar nëse vetë ka një përvojë pune për shembull për 1 vjetësh. Një gjë tjetër mjaft e rëndësishme është se si Ministria i barazon studentët e Universitetit të Prishtinës me studentët e kolegjeve private. Për shembull, nëse marrin studentët drejtimin farmaci ose stomatologji, drejtimet që ofrohen edhe nga kolegjet private, ata hyjnë në konkurrencë me studentët e këtyre kolegjeve për shembull për specializimet në lëmit e tyre dhe siç e dim, kriteri i vlerësimit në universitetin tonë, fakultetin e mjekësisë është larg më i vështirë se sa në ato private dhe pastaj këta studentë përballen me pabarazi që në start, që në fillim të aplikimit, e lëmë edhe në fazat e tjera. Denis, ne të falenderojmë shumë për kohën dhe faleminderit shumë që ishe këtu me ne këtë mëngjes. Faleminderit shumë. Atëherë Agnesi ishim pra me kryetarin e Këshillit Studentor në Fakultetin e Mjekësisë, ku folën pak më shumë për mbështetjen për 100 eurosh nga qeveria në detyrë, nga sheshi i kryeqytetit. Unë po e kaloj linjën të ju në studio.